Si po bashkëpunoni me autoritetet për të ndihmuar në gjendjen e Blaonës? Por tani problemi është i vetmi bashkëpunim po ngelet me SPAK-un, vetëm atë jemi detyruar ta furnizojmë me çdo lloj dhënie që sigurojmë, që kemi patur më parë, që i shikojmë edhe me syrin e asaj të ballafaqimit të gjerave edhe të gjithë shkaje indirekte që na del, me qëllim që ta ndihmojmë sa të mundemi. Por nga ana tjetër edhe SPAK me ato metodat e veta të hetimit kuptohet edhe pa na i thënë të gjitha ne, sepse ka dhe një lloj sekreti hetimor në këtë mes, edhe ata po veprojnë. Ne kemi bindje që SPAK, në fakt, nëse do ta hetoj seriozisht këtë çështje, shumë shpejt do të vejë tek e vërteta, mirë po shikojmë që ajo neglizhenca më parshme, se nuk e shkollaj kur kalojnë vite dhe fillojnë çështjet i zeri pluri, e shumë e vështirë njerë të shkundësh plurin që të merresh pastaj me çështjen.